mbrojt vendin e vetë, që kanë mbrojt pragun e vetë, që kanë mbrojt familjet e veta, që janë shumë luftu ndaj një okupatori, domethënë, ishte absurd e komplet deklarimi tyne, mënyra se si mundoheshin me arsyetu, çoja i kanë thonë dikujt diçka ose po më falën edhe në jetën e përditshme i thojmë dikujt, shuj se s'po din ose se ki mirë ose diçka, po kupton? Dëshmitarët, nëse nuk i di sa keni mujt me përcjell, po prokuroria speciale sot është mundu minimizu edhe rolin ose atë çfarë kanë bën ndërkombëtarët në luftë shkrimtare të Kosovës. Është mundu me minimizu rolin e NATO-s, rolin e BSHBA-s, rolin e të gjitha shteteve anëtare që na kanë mbështetur në atë kohë që kanë bombarduar Serbinë, duke thënë se ata nuk i kanë njohur të mirë ushtrisë shkrimtare të Kosovës dhe nuk kanë pas informacione për shkak të gjuhës. Do të thonë, kjo është absurde. Ti thush një organizatë siç është CIA që ti nuk e pas njohuri për se si ka funksionu ushtria shqiptare e Kosovës, atëherë është kjo është realisht shokuese dhe kjo është komplet politike. Domethënë, kjo gjykatë po vepron siç i konvenon Serbisë edhe Rusisë. Absolutisht nuk ka asnjë koment ose asnjë gjë tjetër që unë do kisha mujt me nxjerr prej asaj që dëgjova sot. Ne me të vërtetë kemi pa padrejsi të mëdha gjatë gjithë procesit, edhe këtë mënyrën e kush ka dëshmu, çka ka dëshmu, po flas për dëshmitarët që i kemi pasur, një pjesë e tyre kanë qenë të mbrojtur dhe nuk i dim as kush janë dhe as çfarë kanë dëshmuar. Po për ata që kanë dëshmu, kanë qenë dëshmitarë që unë mendoj që kanë qenë të paguam, njerëz që si një kërkush, njerëz lojal ndaj Serbisë dhe nuk ka qenë asnjë shqiptar i vërtet që ka dëshmuar në Hag. Ata që kanë dëshmuar në Hag pro mbrojtjes, ata kanë qenë dëshmi me kredibilitet, ka qenë James Rubin, nën sekretari pozicioni i tij ka qenë nën sekretari i shtetit gjatë kohës kur është bombarduar NATO, ka qenë Klar, komandanti i forcave ajrore të NATO-s, domethënë kanë qenë njerëz me pozicione kryesore në atë kohë në SBA, në Britani dhe në shtete të tjera, do të thush që ata nuk kanë pas njohuri, domethënë kjo është absurde. Këndvështrimin tuaj, përse prokurorët ndryshuan qasje nga akuzë për UÇK-n e kthyen në akuzë individuale ndaj 4 ish komandantëve të UÇK-s? Ka një qëllim konkret apo një mënyrë për të përmirësuar dhe imazhin e tyre pas 5 viteve para burgim, pas 5 viteve që i kanë lënë në paraburgim ish komandantët e UÇK-s? Unë e thashë njerë ata nuk janë individ. Ata janë persona që kanë marrë pozicione të rëndësishme, themeluese ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në asnjë mënyrë nuk kanë shkuar si individ. Ata vazhdimisht dhe vetë gjykata ka thënë se këta ka qenë drejtar politik i UÇK-s ose komandant i UÇK-s, domethënë vazhdimisht që kanë citu pozicionet që kanë pas gjatë sa ka funksionuar ushtria shqiptare e Kosovës. Po me qenë se jemi arë në këtë fazë dhe ata kanë ndryshu këtë qasje, unë menoj që ka një farë lloj medalë nështë mirë para qytetarëve, se s'po di nuk ka ndonjë arsyetim tjetër. Ka pas revolt ose protesta kohëve të fundit të organizuar nga veteranët e luftës pikërisht kundër gjykatës speciale për shkak të padrejtësive, një nga ato ka qenë edhe në Tiranë. Një tjetër është thirrur me 17 shkurt, një marsh i madh ku kërkohet drejtësi jo politik, dhe sigurisht që ata për mu mundu me la veten tash dalin që do t'i dënojnë si individ, jo si UÇK. Tu di që UÇK-ja për neve është e shenjtë, domethënë të prekësh në UÇK, të prek në ADN-n e secilit prej neve që jetojmë në Kosovë, me përjashtim të disa njerëzve të cilët vazhdojnë të shkruajnë, vazhdojnë të komentojnë, po sigurisht ata kanë nostalgji për ato pushtetet që kemi pas, regjimet e kalume të Jugosllavisë, të Serbisë dhe ende ka njerëz të tillë që kërkojnë dënimin. Hashimthaqit pa ata janë në një numër të vogël. Pjesa tjetër e Kosovës dhe qytetarëve ose jo vetëm e Kosovës, po flas të gjithë shqiptarëve në kënd botës është që Hashimthaqi është vetë UÇK-ja, Hashimthaqi UÇK-ja është ADN-ja jonë, dhe nëse ti e ke dënuar Hashimthaqin, ke dënuar një popull të tërë i cili kur gjithçka bën veç ka luftu për të drejtën e vet për liri, kur gjë tjetër. Ne nuk i kemi shku kërkujt e shtëpia, ata na kanë orë neve, na kanë kall, na kanë vra,
ne kemi ende viktima që nuk dihen, familjarët e tyre nuk e din ende eshrat ku i kanë, nuk kanë ende një varr ku ja çojnë për përvjetore një grush lule, ndërka që ne akuzohemi sikur ne të ishim agresori e jo viktima. Por kjo është kjo i shkon për shtati vetëm Serbisë dhe Rusisë, nuk i shkon për shtati askuj tjetër, për shkak se nëse dënohen ata, mos harrojmë se ti njerëzit këtu që kanë bashkëpunuar me NATO në procesin e bombardimeve të NATO-s, është Hashim Thaçi, siç e Ceka është nënshtruesi i marrëveshjes Rambujës, një marrëveshje që i ka sjell bombardimet e NATO-s në Kosovë. Dhe nëse ti e dënon Hashim Thaçin dhe e quan kriminal, atëherë kjo nuk është e mirë as për NATO, as për shtetet që na kanë ndihmuar, për shkak se ne do të shohim nëse ndodh dhe uroj të mos ndodh absolutisht, Serbia do të futet pastaj në një fushat të madhe lobuse kundër shtetësisë Kosovës. Domethënë, ky gjyq është i rëndësishëm, pafajësia për të gjithë neve si popull, për të kaluarën dhe për të ardhmen tonë. Sigurisht që kur përcillet ky informacion nga Tirana, ka unifikim total shoqërisë shqiptare sa i përket qasjes ndaj ish-komandantëve të UÇK-s. A qëndron një unifikim edhe në Kosovë, apo për ta lidhur me ndasitë politike që kanë ndodhur vitet e fundit, konfliktet politike të viteve të fundit, kanë krijuar ndasi dhe një qasje të tillë sa i përket gjyqit në Hag? Pra, qëndron unifikuar shoqëria kosovare ndaj këtij zhvillimi? Fatkeqësisht, pavarësisht deklarimeve që do të thonë janë pro UÇK, sepse nuk të dush me kanë jo normal dhe me dalë me thonë unë jam kundër UÇK-s, ta pranon kërkosh ose atëherë ti nuk je pjesë e kësaj shoqërie. Mirë po tash nëse folëm për veprimet, atëherë ne matemi nga njerë me veprimet. Çfarë ka bërë shteti? Për ata nuk ka bërë kurrë hiç. Ata janë lënë në mëshirën e asaj gjykate. Nuk ka pas një komision monitorues, nuk ka pas një komision çfarë po ndodh me ata njerëz atje. Të gjithë ata kanë pas raste vdekje në familje dhe tash besoni që nuk ju ka leju asnjë çështje humanitare, pra të vi dhe të marrë pjesë në ditën lam të mirëse të familjarëve të tyre. Për shembull, kemi rastin e fundit kur Thaçit i vdiq babai dhe nuk e lanë me armë marrë pjesë në varrim. Domethënë kjo është jo humanitare dhe për këtë nuk ka pas një ngritje të zërit nga shteti. Okej, qytetarët kanë reagu, pjesëtarët aty këtu, por ajo që është dashur me bë shteti nuk e ka bë. Domethënë, shteti ma shumë është marrë sa po shpenzon, ka bë publike shpenzimet e familjarëve që kanë shkuar ose të avokatëve tyne, por nuk është që shteti ka bë diçka dhe unë mendoj që pavarësisht se lëvizjave të vendosit që ka qenë pushtet, thirrët në atë që se ka votu gjykatën speciale dhe tash le të ndodhë çka të ndodhë. Por megjithatë, po e përsëris, ky nuk është diçka që i takon një personi, kjo është diçka që i takon shtetit. Dhe në këtë rast, unë mendoj që shteti jonë, shteti Kosovës, ka dështu në mbrojtjet e atyre. Ndoshta dikush mundet me thonë, po çka ka pas me bë, sepse aty është një gjykatë dhe nuk mundet me ndërhy. Unë e kuptoj që aty është një gjykatë, por ajo gjykatë është themeluar në Kuvendin e Kosovës. Dhomat e specializuara janë themeluar në Kuvendin e Kosovës dhe për shkak se janë themeluar në Kuvendin e Kosovës, është dashur të ketë një monitorim të një institucioni të Kosovës dhe jo ata të sillen si qytetet me njerëzit që janë heroj për neve. Do të thonë, këtu në menoj që ka dështu shteti, ka dështu qeveria dhe qeveria duhet ta ketë barë këtë çështje. Nuk e di sa si ndihen moralisht ata. Unë sot e pash për herë të parë një reagim nga presidenti Osmani edhe nga ish-ministrja e drejtësisë. Do të thonë që reagu për vitet për shumë vite burgjem që kanë kërku, por ku kanë këto deri më sot 5 vjet nuk ju ka dëgju zoni. Vjosa Osmanit, kur s'ja kom dëgju emnin të e përmen emnin Hashim Thaçi, kur, sa ju e ka paranoja Hashim Thaçi. Do më thonë, në anën tjetër, Albulena Agjiu, një udhëzim administrativ,
kur ka qenë ministre e drejtësisë, e ka ndryshuar i cili udhëzim administrativ e ka leju shifrat për mbrojtje të akuzuarve dhe të familjarëve që shkojnë për vizita. Domethënë ka mbështet mbrojtjen dhe familjarët, që ato e ka zvoglu, domethënë ato shifra e ka zvoglu dhe i ka bë publike. Pra unë nuk di që shteti ka bë dhe kjo është përkeqardhje dhe kjo është e dhimbshme se si ne nuk vlerësojmë njerëzit që kanë bërë maksimumin për këtë vend. E përmendëm pak më parë, por për të trajtuar edhe një herë disi mënyrë të zgjeruar, si mund ndikojë ky proces gjyqësor në perceptimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe për të dalë sërish ke unifikimi i klasës politike dhe shoqërisë, a mos duhet lobuar më shumë që ky gjyq në të gjitha rastet të mos ndikojë në asnjë lloj mënyre në perceptimin negativ të shtetit të Kosovës në arenën ndërkombëtare? Unë lutem që ky gjyq të përfundoj në favorin tonë, që do më thonë të 4 krerët UÇK-s të shpallën të papajshëm, për arsye se çdo vendim tjetër për mua është vendim politik dhe për pjesën më të madhe të qytetarëve të Kosovës, vendim politik që i përshtatet Rusisë edhe Serbisë. Por nëse ndodh ajo, atëherë shteti i Kosovës më që është në tjetër pozicion. Ne, nëse nuk e di ajo kujtohet, po ne kemi edhe një vendim për shembull të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë rreth çështjes së pavarësisë së Kosovës, e cila atëherë ja pa dhënë një vendim që është e drejtë, Kosova ka pas të drejtë me shpallë pavarësinë për shkak të një ankesës të Serbisë. Serbia do të vihet në një lobim të tmerrshëm së bashku me Rusinë nëse ndodh që krerët tonë të dënohen. Për shkak se ajo do ta ketë të lehtë, ja me ka keni bashkëpunuar ju, për shkak sepse ti në bankën aty ti po e përsëris rënjera Hashim Thaqin, njerin kryesor të historisë së re të Kosovës. Nëse historia e re e Kosovës, çysh do që të mësohet, ka më mësuar me emrin e Hashim Thaqit. Dhe tash të akuzosh dhe të dënosh Hashim Thaqin, është sigurisht që dënu komplet Kosovën, edhe komplet luftën shlirimtare. Ti po dënon njerin që ka shpallë pavarësinë e Kosovës, do të thonë aktin më sublim të shtetit është ai, Hashim Thaqi që e ka bë. Dhe të dënohet ai, normal që ka me ta ndryshu statusin, ka me ta ndryshu sigurinë, ka me ta ndryshu imazhin dhe plot çështje për të cilat unë as që du me i mendu. Unë sot për shembull mëra mu taku me plot njerëz, të gjithë ishin të shqetësuar nëse ndodh çfarë do ndodh me vendin, nëse ndodh ndonjë vendim kundër tyre, çfarë do ndodh me vendin. Për shkak se të gjithë ne që njohim Serbinë, që kemi pas punë me ta, po dhe komunitetit ndërkombëtar e din që ajo lobon, e ka Rusinë të djathtë dhe është në një pozicion tjetër. Ajo pastaj ka me lobu për validitetin e pavarësisë së Kosovës, ose për shumë çështje tjera. Ne kemi ende të pasgjidhur çështjen e Veriut, që pastaj do të jetë një kartë shumë ndorë për Serbinë që të kërkojë për Veriun, çështje për cilat Kosova si ka bë. Pra, Kosova nuk do të jetë në një pozicion i mirë. Për këtë, kjo i takon të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, edhe Shqipërisë, pavarësisht që Edi Rama është munduar të lobojë, të ngrej zonin në çarche të ndryshme ndërkombëtare, megjithatë jemi në një pozicion kur do të lobohet dhe do të protestohet se kjo gjykatë është gjykatë politike dhe nuk ka gjykatë të drejtë. Ne kemi pas 2 gjyqe më herët në Tribunalin Ndërkombëtar të Hagës. Gjyqi ndaj Ramush Haradinaj dhe ndaj Fatmir Limaj, të 2 palët janë shpallë të papajshëm. Po thuj se aktakuzat për cilët kanë qenë ata 2 janë riciklu në aktakuzën e Hashim Thaqit dhe të tjerëve. Pra kemi të bëjmë me diçka që njëherë është dali papajshëm dhe tash po të ndodhe, po kërkohet 45 vjet për secilin aty që në total bëjnë 180 vjet. Tash, sot ne, bashkë me disa kolegë të mi gazetare, morëm edhe i analizum sa Serbë janë dënu për krimet që i kanë bërë në Kosovë dhe që janë krimet mëdha, ajo që bërë në Kosovë gjenocid. Domethënë, i kemi dikon 106 vjet ose 110 vjet, se nuk po jam e sigurt, të gjithë serbët që janë dënu për krimet në Kosovë, ose tjerë disa që janë dënu për 3 lufta, për luftën e Kosovës, Bosnjës dhe Kroacisë,
Ndërkaq, vetëm për 4 shqiptarë po kërkohen 180 vjetë burg. Cilat krime, asnjë krim s'është bë. Ne kemi pas dëshmi në Hag ku thotë që ka hup një lopë në luftë, domethënë, shiko çfarë dëshmi s'ka pas. Po kemi pas dëshmi të Klark, kemi pas dëshmi të Rubin, të Hillit që tregon komplet rrugën dhe si ka funksionuar dhe UÇK-ja. Unë po për shkak të shikuesve t'juaj, po ricitoj njërin nga dëshmitarët. Patjetër. Thot paraprakisht si ja ka ditë me ka bashkëpunu. Do të thonë, nuk është UÇK-ja, nuk ka një organizat për të cilën nuk është ditë me po bashkëpunojnë ata. Nëse ju kujtohet se di sa keni përcjell, në atë kohë, për shembull, po ka qenë një lobim shumë i madh, fillimisht kur ka dalë UÇK-ja në skenë, që UÇK-n me paraqit si terroristë dhe si një organizatë që përbëhet nga fundamentalist islamik. Megjithatë, ata të gjithë që kanë bashkëpunuar me UÇK-n e kanë, kanë analizuar UÇK-n, njerëzit e UÇK-s dhe kanë pa që këta nuk kanë të bëjnë absolutisht me këtu gjëra me të cilat është bë propaganda Rusisë dhe Serbisë. Ta kanë bëjnë vetëm me lirinë e vet, ta po luftojnë vetëm për shlirim, për kurrë tjetër. Edhe në luftë, edhe në atë kohë UÇK-ja ose njerëzit e UÇK-s, çashtu në mënyrën se si është organizuar, vazhdimisht kanë bërë thirrje që të mos prekën civilet serbë. Do të thonë kanë qenë thirrje publike, sepse UÇK-ja luftën e ka pas me ushtrinë dhe me policinë serbe, jo me civilet serbë që kanë qenë në Kosovë. Kjo është absurde. Ata që kemi që civilet tonë janë ata që janë masakruar, janë djegë, janë përdhunue, keni numër të madh të femrave që ende jetojnë që kanë qenë të përdhunume. Keni numër të madh familjeve që nuk e dinë ende ku kanë familjarët e tyre eshra, pra ne ende i vujmë pasojat e luftës. Unë realisht ende kam trauma nga lufta. Unë nuk du për shkak në asnjë mënyrë në Malzi me shku, sepse kur shkoj në Malzi e dëgjoj gjuhën që është e prapërt në Serbinë dhe më kthehet trauma e luftës. Do thonë ne kemi ende trauma të luftës dhe sot po na konsiderojnë si ne kemi qenë agresori jo viktima. Kjo është skandaloze dhe është e papalshme.